Përshëndetje dhe mirëserdhët në pulsin energjik dhe inteligjencën universale të muajit maj. Diana Pushi këtu me këtë regjistrim në datën 1 të çdo muaji për t'ju dhënë ju një drejtim, një qartësi të temave, siç e quajmë inteligjenca e muajit, të temave që do shprehen në fushën energjike të këtij muaji, të kësaj hapësire kohore që ne njerëzit e quajmë muaj maj, në këtë linjë kohore, e cila është në funksion dhe në shërbim të veprimtarisë sonë të përditshme, sepse ne jetojmë, siç mund ta dinë të gjithë dhe ju që jeni të rinj, në këtë podcast të muajit, ku fokusi është të mësojmë si të përjetojmë një realitet fizik që është në përputhje me lëvizjen universale kuantike, e cila tani është kuptuar që ka një influencë shumë të lartë në jetën tonë, sepse ne njerëzit jemi qenie fizike dhe energjike në të njëjtën kohë. Ne pulsojmë vibrim, ne marrim frym, në çdo frymarrje ka një rrjedhë, le të themi fotoneve, dua të përdor sa më pak terma të panjohur apo terma shkencor, por është e qartë dhe e vërtetë që në çdo frymarrje, në çdo mendim, në çdo ekzistencë tonën, ndodh një lëvizje e pjesësave, quhen kuantike, fotoneve që tepërtojnë në trupin ton, në formë drite, dhe kjo dritë shndërrohet në informacion, dhe kjo dritë lëviz nëpërmjet energjisë dhe krijon të gjithë eksperiencën tonë njerëzore këtu në tokë. Dhe kjo lëvizje është unike për secilin nga ne. Ne të gjithë kemi një blueprint unik, e shprehur në manualin ton njerëzor, në kodin ton gjenetik. Pra, në çdo hartë, konfigurim që përfaqëson ekzistencën tonë unike. E përsëris këtë në çdo transmision mujor, në çdo podcast të muajit, për të gjithë ju që jeni të rinj dhe doni të kuptoni çfarë është qëllimi dhe pse është e rëndësishme ta kemi këtë ndërgjegjësi. Dhe ky transmision fjalësh dhe energjie dhe aktivizim të mendjes, të trupit, të shpirtit tuaj, vjen si një kombinim i mençurisime të brendshme, të bazuar dhe të inspiruar nga inteligjenca e manualit njerëzor, nga inteligjenca e lëvizjes universale të shprehur nëpërmjet numrave dhe quhet shkenca e numerologjisë. Pra, çfarë mesazhe na afron lëvizja dhe paraqitja e numrave, sepse dihet që universi flet nëpërmjet vibrimit, flet nëpërmjet tingujve, flet nëpërmjet numrave. Dhe megjithatë, esenca është inteligjenca e human design e manualit njerëzor. Dhe me këtë në mendje, le të kuptojmë çfarë është duke na ofruar muaji maj. Sepse siç e them gjithmonë, çdo hapësirë kohe, çdo moment, tani dhe në vazhdim dhe në të kaluarën, ka qenë thjesht një mundësi për atë që ne quajmë shkolla e jetës. Kemi ardhur në këtë planet të zhvillohemi dhe të shërbejmë. Dhe zhvillimi ndodh në lëvizje, në përballime, në ulje, në ngritje, në sfida, në të mira, në suksese, në mësimet e jetës. Të gjitha këto i kemi kuptuar dhe i kemi patur të mirëqëna, le të themi, në jetën tonë.
Çfarë është e re tani, po kuptojmë që çfarë e inicion, çfarë e nxit këtë lëvizje, këtë vlerë, këtë mësim tonin, nga është e influencuar. Dhe po kuptojmë që lëvizja unike që sapo përmenda është e influencuar nga një lëvizje dhe një fushë energjike shumë më e madhe, universale, e cila është dhe burimi i gjithë shkajve në këtë jetë. Muaj maj, nga ana numerologjike, është një numër që unë do të thoshja është e trefishon energjinë dhe frekuencën e numrit 5. Vetë numri 5 është transformim. Vibrimi i këtij numri, këtij kodi në univers, ka të bëj me ndryshimin, me sparkun, me transformim, me alkimin. Paraqiten gjëra të reja nëpërmjet lëvizje të fuqishme. Dhe nuk mjafton që vetë numri 5 i muajit, por edhe numri ose muaji i lidhur me energjinë e vitit është po 5. Sepse viti është numri 9, nuk dua të futem në këto detaje për ata që i kanë pak dëshirë matematikën dhe të kuptojnë pse. Pra i gjithë viti është frekuenca e numrit 9, bashkuar me 5-ën krijon 14, në frekuencën e numerologjisë ne masim numrin një shifror, pra 1 dhe 4, 5, u bën 2 pesa në muajin maj. 5 maj atëre, mund të keni dëgjuar, mund të dëgjoni që 5 maj do jetë një portal shumë i rëndësishëm energjik dhe do shkrihet me jetën tonë praktike, që do të thotë në këtë lloj përputhje energjike që ky maj, 5 maj i këtij viti ndodhet. Sigurisht ky shpërthim, kjo çelje e lules që unë e quaj me fuqi, me shpërthim, një lule e pjekur, një lule që është përgatitur, një lule që i ka jo vetëm ka marrë ushqimin e dimrit, farën, kultivimin, punën që keni futur në jetën tuaj, por ka përballuar ndoshta dhe erat e pranverës, shirat e pranverës, dhe del një lule fort e pjekur, edhe nëse është paksa e vrarë siç lulet që unë përcolla sot në videon e Instagramit, pikërisht për t'ju dhënë ju këtë mesazh që kjo lule e majt është paksa ndryshe nga lulja e Marsit. Dhe prandaj profilin 6 gjithmonë e bëj dhe e krahasoj në analogji me lulen e majt, sepse i tillë është kur shpërthen në moshën 50 vjeç dhe paraqitet ai roli model, është ka kaluar shumë era, shira, sfida. Ka mësuar në gjitha të eksperiencë që të dali si një lule e pjekur dhe me shumë mençuri për njerëzit. Të gjithë do ta kemi këtë influencë, këtë privilegj, të gjithë këtë muaj, sepse qëllimi i këtij podcasti është që ne të gjithë të kuptojmë si mund të marrim pozitiven dhe ta përdorim, të take advantage, ta përdorim këtë fushë energjike që na sjell linja kohore këtij muaji për të realizuar jetën tonë, projektet tona dhe çfarë do kemi në synimet tona. Pra, data 5 maj do jetë shumë e rëndësishme këtë muaj. Dhe jo vetëm nga ana numerologjike. Unë e paraqes nga ana neurologjike për të filluar me të thjeshtën, me të lehtën, sepse ndjej që dhe besoj të gjithë mund të keni observuar që ka një afeksion të madh për të kuptuar numrat. Njerëzit më shumë se kur, gjë që prindërit tanë nuk e kanë bërë, por jo vetëm fakti që kemi qenë në Shqipëri ose kanë qenë në Shqipëri, por edhe jashtë,
Është vetëm vitet e fundit që njerëzit kanë filluar të vrojtojnë përputhjen e numrave, më shumë se kur më parë. Është porta e parë, hapja e parë që njerëzimi po merr akses tek gjua universale, që po fillon të kuptoj çfarë do të thotë kjo për mua. Dhe në momentin që ne njerëzit fillojmë të përdorim mendjen në një formë të re, aty fillon hapja e mendjes, aty fillon roli nën vetëdijes të japi kuptime të panjohurës, të padukshmes dhe të lidhet me atë që quhet vetëdia e lartë. Pra, ai universi, siç e them gjithmonë, ka mënyrën e tij se si të depërtoj tek njerëzit, tek disa në mënyra më të thella, më komplekse, të disa të tjerë në mënyrë më të thjeshtë. Por gjithkush në jetën e tij në një mënyrë ka filluar të vrojtojë, qoftë edhe me humor, prezencën e përputhjes së numrave. Prandaj dhe unë e përdor numerologjinë për ta shpjeguar dhe thjesht. Dhe të gjithë e dim që maji është në muaj 5 i vitit. Tani po kuptojmë që pesa është shpërthim, është transformim, është ndërim. Dhe përtej saj, meqense ky podcast iniciohet nga inteligjenca e Human Design. Dhe Human Design është një metodë inovuese vetnjohjes, e zbulimit potencialit tonë unik, i cili është një sintezë, e cila është një sintezë e 5 sistemeve në vetvete. Për më shumë ju keni në video të tjera këtu në YouTube apo në Instagram në lidhje me manualin njerëzor dhe kodin gjenetik. Le të kthehemi atëherë çfarë është tjetër që e bën muajin ose datën 5 të këtij muaji një ditë shumë të fuqishme. Në gjuhën e mësimit ne përdorim disa terma në ribor, qoftë nëpërmjet programit tonë Ritsoul apo platformave të tjera mësimore si Lighthouse apo në takime private. Kemi kuptuar që disa influenca kozmike kanë një rol që unë e quaj mësuesi i rrekt. Ai mësuesi në shkollë i cili duhej sikur na e bënte jetën më të vështirë, por në fakt ai linte gjurmë të thella mençurie në jetën tonë dhe bëi një busull shumë e mirë në jetën tonë dhe e respektonim, e vlerësonim për të gjithë jetën në vazhdim. Edhe ky është Saturni, efekti i Saturnit, i këtij planeti, i cili kur ndodhet ose në kodet tuaja, në kodet tona, na jep mësimet tona unike personale. Dhe këtë muaj në datën 5, pasi planetet qëndrojnë në kode dhe në portat, janë 64 kode, 64 porta në lëvizjen energjike gjenetike tonët, që shprehin potencialin tonë unik, por këto porta janë edhe pjesë e lëvizjes kolektive, gjithashtu. Ne jemi një pjesës e të tërës, kësaj lëvizje, kësaj fushe universale. Pra, këto porta ekzistojnë edhe në lëvizjen kolektive. Uroj të jetë e thjeshtë dhe ata që duhet të marrin atë që mund të marrin në këtë moment. Kjo influencë energjike e Saturnit e këtij mësuesi të rrept, por shumë të mençur për ne, ka kohë që ka qenë në portën emocionale, kaosin emocional 36. Dhe në datën 5 është duke u larguar, dhe kjo është një ngjarje e jashtëzakonshme, duke u larguar nga ky kod 36 dhe bashkohet me energjinë dhe iluminon kodin portën 25.
dashuria më e lartë shpirtërore, dashuria universale, energjia e inocencës. Dhe në këtë energji ka qenë dhe një tjetër planet i rëndësishëm që ka të bëjë me zhvillimin tonë shpirtëror, me misterin e jetës sonë. Dhe që këto dy planetet jenë tani në portën 28 për një kohë të gjatë, kjo do iniciojë një lëvizje të re në planet. Një tranzicion nga procesime të forta emocionale, reakcion emocionale që kemi përjetuar për një kohë në një dimension më të thellë të ri të portës 25 që ka të bëjë me një qenie autentike dhe një dimension të autenticitetit shumë të thellë, një hapje dhe një lidhje të fortë me energjinë e zemrës dhe të dashurisë universale. Sikur ta imagjinojmë për një moment çfarë do të thotë kjo. Është si të thuash një epokë e re po hapet për njerëzimin. Jemi ne gati të futemi në këtë energji që ka të bëjë me the death of ego, vdekjen e egos, dhe krijimin në jetë nga një dimension shumë i lartë, dashurie dhe shpirtërore. Po hap rrugën dhe portën për epokën ku shpirti do bëhet timonieri i jetës sonë, ku trupi, mendja dhe shpirti duan të jenë në armoni të plotë. Duan të komunikojnë me njëri tjetrin në mënyra të ndryshme, secili nga ne ka kontakt me shpirtin në mënyra nga më të ndryshme. Disa mund të lidhen direkt me Zotin, disa e kanë lidhjen me shpirtin direkt me muzikën, disa direkt me lulen. Asnjëri nuk mund të thotë që nuk ka lidhje me shpirtin. Dhe këtu është ndryshimi që do fillojmë të kuptojmë. Çfarë është vërtet shpirti? Çfarë është vërtet inteligjenca shpirtërore? Në një nga videot këtu në këtë kanal ju keni një video për kodin gjenetik. Aty kam prezantuar nocionin e inteligjencës spirituale. Është e jashtëzakonshme të kuptojmë ku është në kodin ton gjenetik, ku është në këtë lëvizjen energjike unike brenda ADN-s son, ky kod dhe sa e rëndësishëm është. Në të njëjtën ditë, një tjetër influencë shumë e fortë e paraqitur nëpërmjet Plutoni tregon ku ne jemi unik. Dhe kjo energji kalon tani që është në energjinë e portës 41, të vizioneve, të ëndrave. Kjo influencë e Plutonit kalon në retrograde dhe çdo kthim, lëvizje, rikthimi na fton ne në një shikim të thellë të brendshëm të dëshirave tona themelore, është energjia rrënjës. Në të njëjtën kohë ka të bëjë me vizionet e të ardhmes. Sa e çuditshme është kjo? Është porta e imagjinatës, që do të thotë ne të gjithë do fillojmë të rishikojmë çfarë është vërtet vizioni që unë dua të krijoj. Ku në fund të fundit zemra ime, sepse zemra është qendra, froni i shpirtit, dhe shpirti, pam në videon sot në Instagram, ka të bëjë me unikalitetin tonë. Pra ku ky unikalitet ka tani që po kupton dhe më shumë veten, ka tani vizione të reja, dëshira të reja, lidhje të reja me shpirtin. Një ndryshim tjetër, përpara se të futen në energji e çdo
dhe pulsin e çdo jave. Një lëvizje tjetër në muajin 7 që ka të bëjë me atë që unë quaj diplomën tonë të jetës në manualin njerëzor, influencën e Jupiterit kalon nga Kota 45 që është energjia e mbretëreshës, energjia e mbretit, energjia e CEOs, energjia e njerëzve që kanë aftësi të larta drejtuese në biznes. Dhe ka njerëz që me këtë energjinë e mbretëreshës, që në fakt është gjua e manualit njerëzor dhe jo tinja, mund të duket sikur mund të kenë një mundësi të bëjnë ndonjë sarkazëm, të shfaqin, sepse ne njerëzit kemi opinione, jemi të dashëruar pas opinioneve. Dhe ka njerëz që mund ta perceptojnë të energjitë të mbretëreshës, sikur kjo mbretëresh është mbretëresha e monarkës, është mbretëresha e Anglisë. Absolutisht jo. Çdo gjë është frekuencë. Dhe shumë njerëz, ata njerëz janë akoma mendojnë në hapat e para të zhvillimit të tyre personal e interpretojnë për interesa personale në mënyra që nuk janë as pak të vërteta dhe të shëndetshme për njerëzit. Sepse dikush që ka këtë energji e ka të natyrshme, është e shëndetshme që të përqafojë një energji autoriteti. Në fakt, duhet të zhvillojë një autoritet në një fushë të caktuar, në një ekspertizë të caktuar për në shërbim të komunitetit, sepse është energji tribale. Dhe nëse shihni njerëz që shprehin lart e poshtë opinione në lidhje dhe ndoshta ndonjë ironi në lidhje me këtë energji, juftoj të thjesht të buzëqeshni. Dhe lëreni jetën të tregojë atyre çfarë është e vërteta e njeriut. Vërteta e njeriut është shumë e thellë, shumë e bukur, shumë dimensionale. E them këtë sepse që kjo influencë që unë quaj diploma e jetës të lëvizi nga kjo portë, do të thotë që ne kemi marrë mësimin, ndalova te kjo portë, sepse do të thotë që ne të gjithë jemi maturuar dhe kemi kuptuar si ne drejtojmë në komunitet. Pse autoriteti është shumë e rëndësishëm. Prestigji është gjithashtu një virtyt i njeriut. Nëse do të ketë një projekt, një biznes, një sipërmarrje të suksesshme. Dhe diploma e jetës po kalon tani te një mësim tjetër, yni që është shpreh në portën 12, e cila është më delikate, më personale, më sensitive. Është gjithashtu pjesë e energjisë së fytit dhe përfaqëson një mënyrë të shprehurit, është përsëri individuale. Në këtë podcast do më dëgjoni që do ta përdor fjalën individuale shumë herë. Që do të thotë individualiteti po bëhet rrymë e përbashkët për të gjithë ne. Rryma e zakonshme drejt të res. Dhe nëse kjo influencë është e shprehur dhe do jetë në këtë portë 12, ne do fillojmë të gjithë të zhvillojmë një inteligjencë emocionale në komunikim shumë të lartë. Është ajo aftësia e discernment që unë e quaj, e të attunement, dhe nuk e kam gjetur, akordimi shumë sensitiv të thellë, të kuptuarit të nuancave të jetës. Shmërshuri e lartë. Dhe ka të bëjë dhe me një shprehje që është e lidhur me emocionin, ekspresion emocional. Njerëzit do bëhen më të hapur për jetën, emocionet dhe ngjarjet e tyre. Gjithashtu një tjetër influencë që është kolektive dhe që shprehet nëpërmjet Uranius, që janë ku do ketë revolucion
në të planet, vazhdon të jetë në ndikim të iluminoj portën 8 gjatë gjithë muajit, që është kodi 8, kodi i kontributit unik. Ky kod do shfaqet edhe në javën e 3, do ta them pak më vonë, në ndikimin apo influencën personale, që ka planet që ndikojnë më shumë, le të themi, janë influenca personale dhe ka planet që ndikojnë gjenerata. Pra kanë planet që kanë lëvizje më të shkurtra dhe planet që kanë lëvizje më të gjata dhe që japin tema më universale dhe që përfshin breza. Ndërsa planetët e shpejt, ata kalojnë shpejt, lëvizin më shpejt edhe na prekin ne në mënyrë personale, në mënyra pak më të ndryshme. Efekti influenca është më unike se ata lëvizin shpejt dhe varet si prekin secilin nga ne. Ne jemi një format yllor, yll në këtë mozaik. Në këtë mozaik kosmik. Pra, siç e shihni, është përsëri një tjetër portë individuale, porta 8, që do na ndikojë në originalitetin ton, në inovacionin ton, dhe si ne ofrojmë veten. Është porta e marrëdhënieve publike, PR, si ne do PR marketojmë, tregojmë, kontribuojmë veten tonë. Edhe kur ndodh ky shpërthim, sepse është në ndikimin e Uranius, është një shpërthim për në gjithë botën, njerëzit do duan të shpërthejnë, të dalin, të komunikojnë për originalitetin e tyre. Është fenomenale. Nëse kalojmë tani në ndikimin në çdo javë, që është kryesisht e përcaktuar nga energjia e diellit, influenca më e lartë që kemi është nga dielli. Dielli dhe toka. Dhe çdo javë, duke observuar cilën portë dielli iluminon, aktivizon, na jep edhe temën dhe vëmendjen që kur duhet të kushtojmë, çfarë presim, për çfarë duhet të jemi të ndërgjegjshëm dhe të bëhemi gati. Në momentin që po regjistrohet ky podcast, është data 1 dhe jemi pikërisht deri në datën 3 maj në ndikimin e portës 24 që unë kam folur këto ditë, që ka të bëjë me tokëzimin e energjisë dhe mençurisë mistike. Quhet kthim. Pse quhet kthim? Sepse ka një tendencë, është në pjesën e procesimit mendor, në qendrën ashna të procesimit mendor, kompjuterit ton, të mendjes, dhe ka një tendencë që të na bëjë ne të mendojmë vazhdimisht, të kthehemi, të rikthehemi tek njëjtin mendim. Pra ne dhe quhet porta e varësisë, addiction, dhe i dedikova një bisedë live në Instagram për këtë. Dhe ndonjëherë krijon një tendencë që mendon përpara se të marrë një vendim. Jo. Prandaj na kujton që kjo javë do jemi të vëmendshëm, të mos ta lejojmë veten të ndikohemi nga kjo atmosferë mendore. Nëse kemi qoftë mendimet tona, qoftë mendimet e të tjerëve që mund të krijojë një shqetësim, mund të ndjeni që gjërat janë më të turbulta se zakonisht në lidhje me procesimet mendore, tonat apo të tjerëve, ktheu në tokë, tokëzo, dhe kuptoj që ai zakoni, modeli për të kthyer në të njëjtën mendim, fillon zbutet. Sepse fillon të rrënjëzohesh dhe të kuptosh që jeta është shumë e thjeshtë se sa çfarë perceptojmë ne në mendjen tonë. Vjen rritësoll të gjithmonë mrekullohen në çdo klasë me histori që sjellin, ato gra të jashtëzakonshme që janë aty. I quaj të jashtëzakonshme sepse kur një njeri do të dali për te së zakonshme, për te jetës së përditshme, monotonisë,
modeleve që të njohura të mënyrës së jetës. Do ngrihesh, do hash, do vesh të punë, do flesh, do shohësh televizorin. Ka njerëz dhe të gjithë, në fakt asnjë nuk e pëlqen, nuk kemi lindur për të jetuar një mënyrë të tillë. Sigurisht mund ta bëjmë kur jemi në pasionin tonë. Por nëse nuk e kemi gjetur atë pasion, do jemi vazhdimisht në një monotoni dhe në një varësi të modeleve të vjetra. Duke krahasuar gjërat, duke përgojuar gjërat, duke u ankuar për veten, duke gjykuar veten, duke bërë një serial film. Deri në addiction, tek droga, tek çokolata, te ushqimi, te mendimet e seksit, te gjithçka. Në fund të fundit, kjo është një portë, kjo është një influencë, kjo është një energji që na tokson mësime shumë të larta, ato mësime që ne I marrim kur them nga kati lart, dhe ulim në ashensorin, I jetojmë në katin e parë, por vetëm nëse kanë perspektivën e lartë. Vazhdojmë në javën tjetër me aktivizimin e portës 2. Feminiteti, marrja. Si të kuptojmë që në jetë ne kemi ardhur dhe meritojmë të marrim. Do jetë një javë shumë e bukur në drejtim të përjetimit. Të një energjie ku ti natyrshëm ndjen që ti ke ardhur në këtë botë edhe për të shijuar, edhe për të gëzuar, edhe për të marrë suport. Është një energji e cila na jep gjithashtu një drejtim dhe na çon tek zëri I zemrës. Zemra është busulla, rritet për zemrën shpirtërore, për qendrën e identitetit. Do na rikthej nga ajo zhurma e mendjes, do na rikthej tek drejtimi dhe busulla e identitetit tonë. Siç e vini re është përsëri energji individuale. Porta 24 ishte gjithashtu individuale. Aq më tepër që prezenca thanë që influenca e transformimit Uranius ndodhet përsëri në këtë portë, do t'i japi një akoma dhe më shumë përqasje drejt lirisë së vetes sonë. Një nevojë të re për të shijuar uljet e ngritjet dhe ndryshimet e jetës, sepse është ai GPS I makinës në këtë kohë, por e di që është duke shkuar diku. Edhe ne fillojmë të krijojmë një sens sigurie në jetë. Dhe jo të nevojës për të patur gjithçka në dorën tonë, sepse fillojmë të besojmë tek busulla jo, tek GPS-i jetës tonë. Dhe duke bërë këtë ne fillojmë të lejojmë jetën të na japi suport. Dhe duke bërë këtë ne lejojmë të kalojmë në një energji femërore. Për të gjithë, burra apo gra, veçanërisht për gra. Të dihet shumë mirë që në këtë energji prodhuese dhe në bashkëveprim me 14-ën, me atë portë të punës për pasion, mund të anashkaloj feminitetin dhe energjinë që ne meritojmë të marrjes së suportit. Në javën në vazhdim 10 me 14 është porta 23 përsëri porta individuale. E shihni se çfarë do të thotë individualitet këtë muaj. Është një energji absolutisht e përqendruar tek originaliteti dhe unikaliteti. Po çelë ajo lulja jote unike. Është poshti, është
duke shpërthyer gonxhja në lulen e plot. Porta 23 është gjithashtu në energjinë e fytit. Është e lidhur me portën 43 që është në konceptimin mendor. Gjitha i kanal është kanali i genialitetit, i mendimeve shpërthyese unike. Dhe së bashku krijojnë atë kanalin e strukturimit, sepse mund të ketë një vërshim genialiteti mendor dhe fillon të strukturohet në një thjeshtësi që të kuptohet për jetën e përditshme. Dhe na fton që çfarë është diçka në jetë që mund ta evitojmë për ta bërë atë më të thjeshtë, më esenciale. Çfarë janë ujërat të tepërta në jetën tonë? Atë ja. Dhe të sjelli çfarë është në fundit ajo më esencialja, duke liruar gjëra që ndoshta nuk do t'i lirosh, sepse nuk do t'i humbasësh, por do fitosh nesër diçka më të madhe, më esenciale, na thot kjo portë. Meqense është në energjinë e fytit dhe është energji shumë me shprehur genialiteti, unikaliteti, mendime, konceptime të tua që të tjerët nuk i kuptojnë, mund të ndodhi që njerëzit të refuzojnë atë që thua. Dhe prandaj është e rëndësishme të kuptojmë që as ne nuk duhet i japim shumë vëmendje çfarë dikush tjetër mund të thotë, mund të flasë nga një influencë e kësaj porte, e pa përpunuar, e pa maturuar, e pa kuptuar kush është esencialja në këtë gjë që dua të them. Edhe thjesht flet për hatër të foljes. Ose ti ndoshta mund të jesh pre e këtij modeli. Thjesht të folurën, thjesht të jetën, tek esencialja, është mesazhi. Në javën e vazhdim do iluminohet përsëri porta 8 që është kontributi unik. Përsëri qarku individual. Pra do jetë koha e dur që ti të sjellësh më në fund disa rezultate në lidhje me vlerat e tua unike. Çfarë mund të kesh bërë gjithë të kohë mund të marri atë që quhet dallimin nga njerëzit për një punë të mirë bërë, vlerësimin për një këshill të mirë që mund të kesh dhënë, vlerësimin për të qenurit të heshtur ku duhet të heshtje, vlerësimin për mençurinë që mund të kesh krijuar dhe fituar duke mos i dhënë mjaftueshëm rëndësi fjalëve të tjerëve. Janë vlera unike. Dhe je kthyer tani tek çfarë ka vlerë për ty në këto mësime. Çfarë është vlera jote për të kontribuar, kur ta japësh këtë kontribut. Kur e lejon veten të jesh aty në shërbim dhe kur ndoshta nuk duhet të jesh për të gjithë. Kur duhet të vlerësosh ti veten tënde kur të tjerët nuk do të vlerësojnë. Si ti përdorësh fjalët e tua për një inspirim, ose ti vetë të inspirohesh nga të tjerët. Janë të gjitha vlerat e rëndësishme për atë javë. Në javën e vazhdim 21 dhe 26 maj, është porta ime preferuar, 16. Jo, më falni, porta 20, javën tjetër, e mbylli me 16. Porta 20, porta tani, fuqia e të tanishmes. Kur dielli është në këtë portë, toka është në portën 34. I gjithë kanal është kanali i lëvizjes aktive. Atë javë është javë e lartë manifestimi. Për diçka që ke pritur dhe është energjia e duhur për të zhvilluar, të shpërthyer. Na mëson gjithashtu që gjërat nuk bëhen me forcë. Nuk mund të forcojmë, detyrojmë veprimet, lëvizje të ndodhin në jetën tonë, kur gjërat nuk janë pjekur.
Na mëson se si ne të ndalojmë në jetë të procesojmë të vërtetat e jetës gradualisht dhe lejojmë jetën të japi ty drejtimin e duhur për lëvizjen tënde fizike sakrale, të çojë ty në drejtimin e duhur kur ti përgjigjesh me energjinë tënde sakrale, sepse është energji e gjeneratorit që manifestohet në fyt, përsëri energji e fytit. Një mësim tjetër i kësaj portaje na mëson në jetë që ti thjesht ndonjëherë observon jetën, pa qenë e nevojshme të bësh gjë, pa qenë e nevojshme të jesh në aktivitet apo veprime fizike. Pra, pa qenë e nevojshme të jesh i angazhuar në mënyrën siç ne e njohim. Ndoshta nuk është momenti. Është orkestrim që ti në atë moment të observosh dhe të shijosh shfaqjen njerëzore. Për ta mbyllur në javën e fundit me portën 16. Porta e përsosmërisë, porta e selektivitetit, porta e entuziazmit, porta e të marrjes së vendimit të duhur. Pasi ke vlerësuar kush kanë qenë opsionet e tua në jetë, çfarë është në përputhje me ty dhe me synimet e tua, dhe të lirosh ato që nuk janë në avantazhin tënd. Është energji logjike. Është vendosja dhe të shohësh me qartësi çfarë është qëllimi yt. Dhe angazhon të gjitha energjitë, entuziazmin tënde, aftësinë, talentet e tua në atë drejtim. Pra në fund të marsit ne do kemi një entuziazëm, një energji shumë të toksuar për të punuar me pasion drejt synimit dhe procesit që ti do në jetë. Dhe fjalët e tua mund të jenë shumë entuziaste, shumë inkurajuese, shpresdhënëse për të tjerët. Megjithatë, janë për t'u dhënë tek të tjerët në mënyrën dhe në formën kur ti pritesh të jepet, të japësh ato këshill. Ose kur ti ndjek këshillat e të tjerëve, çfarë është një këshill që lidhet me ty, që është relevant për ty, është selektive për ty, dhe jo patjetër çdo këshill që mund të jepet kudo në fushën e media sociale apo në çdo lloj medie.